Nga ushtrimet që shoqërojnë fragmentin Shqipëria dhe shqiptarët, Bajroni Çajt Haroldit e libri Albasit, jam i sigurt që sidomos ushtrimit 6 na kalon pa i dhënë rëndësinë e duhur. Bëni komentin e vargjeve të rrept bite shqipes, po vetit nuk u mungojnë, veç tishin më të arira. Çfarë kupton Bajroni sipas jush me më të arira? Pasi bëjmë lidhjen më të arira, më të pjekura, më të qytetëruara, në fakt japim përgjigje pyetjes së dytë. Kam idenë se mjaftohemi pastaj me ca përgjigje të përgjithshme për komentimin e vargjeve. Bajroni ju njeh shqiptarëve shumë veti, trimërinë, besën, mikpritjen, bujarinë, por mendon se duhet ishin më të pjekura, më të zhvilluara, më të elaboruara, më të qytetëruara. Besoj se nuk shtyhemi më tej se kaq, ose të paktën rrallë kam dëgjuar ndonjë nxënës të shtyhet më tej se ky koment, që mua më duket i pamjaftueshëm. Po vërtet çdo të thotë më të pjekura, më të qytetëruara. Domethënë si në ç'mënyrë trimëria, besa, mikpritja, bujaria mund ose duhet të jenë më të pjekura, më të qytetëruara. Trimëria, besa, mikpritja nuk janë në vetvete të tilla, të arira, të pjekura, të qytetëruara. Jo, se bëjmë pyetjen trimëri po në emër të kujt. Kur ndeshesh me të huajt, kur mbron vendin po kur vritesh me zvedin në një cikël të pafund gjakmarrje, a mund të quhet trimëri e virtytshme e pjekur kjo, apo është një trimëri barbare? Bes po kur je besën dhe i bindesh verbërisht të parit, bajraktarit, si trim aturën ku t'i çoj pari tyre, a është cilësi që tregon pjekuri, qytetari kjo lloj besa apo primitivizëm? E pra nëse kuptojmë si ishin shqiptarët në kohën që i pa Bajroni, ndoshta arrim të kuptojmë vërtet çka dashur të thotë ai me atë më të arira dhe ta komentojmë siç duhet.